dije që i ka zbritur Muhamedit a.s. nëpërmjet Gjibrilit a.s. Dhe ajo është Kurani dhe njëkohësisht Suneti i Muhamedit a.s. Në asnjë libër të historisë apo në asnjë biografi jetësore sirat pejgamberit a.s. nuk është argumentuar se kjo mjekësi që është shpallur Muhamedit a.s. nuk është mësuar paraprakisht nga ndonjë mjek arab, sepse tendenciozët, ata të cilët kanë tendenca, çfarë mund të thonë, nëse një fjalë Muhamedit a.s. thot kjo dhe kjo është për një smundje të caktuar, ata çfarë thonë? Muhamedi a.s. e ka mësuar nga mjekët arab. Nuk kemi transmetime që Muhamedi a.s. ka mësuar mjekësi nga kush? Nga mjekët arab, nga mjekët persian, bizantin. Përkundrazi, Muhamedi a.s. nuk dinte të shkruajë selam, është edhe një libër i Ibn Qayyimit, normal. Një vëllim të tërë e ka shkruajtur vetëm për mjekësinë e pejgamberit a.s. që është e mbushur me hadithe, me fjalë të Resulit a.s. Po padyshim, domethënë gjithmonë jemi aty që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ka fol prej vetes, është. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk fol nga vetvetja, çdo sen çka ti shpallet, apo? Dhe hadithi është shpjegues i ajeteve kuranore. Dhe kur thot Muhamedi a.s. që kjo gjë është për këtë dhe këtë, dhe kjo është të shpallje prej Allahut azza wa jall, dhe ti po i kundërshtove hadithin e pejgamberit a.s. Kjo të kundërshtuar ajetin.